A njëna i shqiptarë që ka zbulu asteroid? Jo. As një hiqa? Unë e një. Po. Pra në vera. është të vërtet? është të vërtet. Që qika jonë ka zbulu asteroid, ka kush në botë që 5.000 vjes ka zbulu, kjo po. Qyshe po, qëfar në faklije? Bëse ki gjujt vetë të asteroidi, be thonë që e zbulova? Asteroidi është zbulu në vitin 2020, është një teleskop i NASA-s, që është në Hawaii, edhe skanën qiellin çdo natë. Çdo natë skanën qiellin, tona pjesë të qiellit edhe merr dona. Pastaj këta që janë aty te teleskopi, ja u dërgojnë këto donat edhe astronomëve tjerë që me studiu për arsye që është një numër i madh i donave. Kështu që na nuk kemi aty te teleskopi, neve vetëm na u dërgohen donat në kompjuterat tonë, edhe pastaj janë disa programe me të cilat ti merr ato dona edhe i bën analizat. Edhe mënyra që është bëhet zbulimi i asteroidit është që ti e fotografon qiellin. Edhe kur te fotografon, ti edhe asteroidi edhe naj yll, këj duken si pika. Mirë po, kur të bësh njëjtën fotografit, njëjtën pjesë qiellit, mas një gjysore, e sheh që këtë yjet janë në vendin e njëjtë, nuk kanë lëviz. Mirë po asteroidi, cili është asteroid, ka lëviz pak. Për arsye se asteroidi janë shumë më afër neve në sistemin tonë diellor edhe lëvizën më shpejt. Është sikur të jenë vetur, që kodrat larg që i ki nuk duken që po lëvizën, e këto objektet afër që janë kalojnë shumë shpejt. E njëjta teknik, pastaj duke i krahasu këto imazhe që janë brenda një orë ose dy, ne shohim që ka po lëviz një imazh. Mirë po, programi ka edhe databazën e krejt trupave qiellor që njihen në sistemin tonë diellor. Si të është diçka të lëviz, qëtë programin të që kjo asteroid është. Mirë po nëse programi edhe databaza nuk e një trup qiellor, ti e raporton se i thu që diçka re edhe nuk e këna pas njëherë ma herët. Edhe në këtë njëre kam raportu bashkë me kolegon tim, Hap Griffin, sepse bashkë kësi ekip kemi qenë e dy, ajo është një astronom amator në SHBA, edhe mas një 8 muaj, na u ka kthy, do me thonë që ka qenë, është pranu si vrojtim që se ka po askush ma herët. Që ka emrin e asteroid sot? Asteroidi ka për momentin vetëm një akronim, SS 2020, nuk ka kështu naj emër, duhet edhe vrojtime akoma ma tepër për me ardhë deri te matja e orbitës, pozicionit ku e ka, sepse nuk mundësh me ja vënu emrin deri sa dijen edhe ma shumë informata rreth tij. Mirë po asteroidi e ka magnitudën 25 që i bjen shumë i zbat. Vetëm me një teleskop ka gjatë madh NASA-s, për ndryshe nuk duket, e për çdo arsye edhe ne vetë me teleskopat nuk mundem me përcjell që me bë vëzhgime hala më shumë që mi pas domethënë orbitat me përcaktu orbitën shumë sakt ti në sistemin tonë diellor. Është një asteroid që bën emrin Pranvera Hyseni. Po, kjo është asteroid tjetër, se nga njëherë... Që ka zbulu dikush tjetër, ka dash me përneru ti. Se nga njëherë edhe nga truan këto dyja. Ti ki zbulu një asteroid që e pat emrin SS 2020, po është një asteroid tjetër që ka zbulu dikush dhe ka emrin tonë, me të nëru ty dhe Kosovën. Që është i bje. Ashtu, është në vitin 2017, kur kam qenë për herë të parë në SHBA, kam qenë të vendi ku është zbulu asteroidi, Catalina Sky Survey, në Arizona është një observator në majët malit, edhe aty bëhen vazhdimisht zbulime të reja të asteroideve, kujtohen që më kanë nominu, do me thamë për një emërtin të asteroidi, në atë kohën sa pa ta fillu me aukon, kam qenë, do me thamë, është një vajzë re entuziaste, edhe kam pas këqa shumë dëshirë për mi studiu asteroidet në atë kohë, që sot i studioj, mirë po më kanë të regu që dhe më thonë është pranu, sepse është një proces gati 6 muaj deri sa të shkon e kalon komisionin Unioni ose Bashkësia Ndërkombëtare Astronomëve e kështu me radhë, edhe u pata gëzu shumë, e di që më pata shumë mirë një asteroid, edhe tash në qatë databazën që ta përmenda nga njëherë nësë ja drejtoj teleskopin, edhe fotografoj asteroidin, edhe ja qëtë databazën, dhe më thonë del emri Pranvera Hyseni, që është interesant me pa, mirë po kjo i bjen që nuk është vetëm për mu, mirë po e di që është një emër shqiptar, është edhe mirë për vendin tonë. Është një trup qiellor që është rreth 13 kilometra me madhësi. Diametri edhe pastaj ma vonë. Masën sa ka? Masën nuk e di sa ka, po të regoj drejt, edhe nuk e di a munden me matë, për ashtu se dush me pas edhe një trup tjetër qiellor. A rrotullon ndonjë trup, doj trupit tjetër, është kështu
rrotullohet rreth S'është diellit. hona, po? Po, është mes Marsit edhe Jupiterit në brezin e asteroidëve, prandaj rreth diellit udhton, është më larg diellit se sa toka, kështu që viti është më i gjatë në asteroidin pranvera. Mirë po, më ka interesu, nuk e di dikon 600 ditë, a ma tepër, jo ma tepër. që ashtu di, që është më larg se sa Marsi, mes Marsit edhe Jupiterit.